Mirë mbrëma. Dhe mirë se keni ardhur në emisionin tim, ai, ajo edhe unë. Si fillim vini kalamajrit në gjumë dhe sigurojeni që janë me fytyr nga muri, se janë ca palaço ata. Bëj si kur flënë edhe me si mbilë shojnë. I vutë, vazhdojmë. Tema për sot është sa e vështirë është sot për të ruajtur lulet. Se jo të gjitha bletët shkojnë për mirë të lulet. Ka dhe nga ato që të pickojnë. Uj? Urdhro? Ala, Urdhro? jam Lulja. Ha, moj lule? Jam 35 vjeçe, doktor. Edhe më pëlqejnë shumë fëmijët. Po shumë mirë, moj bi, gjej një djale hë. Po jam erë, doktor, më pëlqejnë vojzat. Uj? Po mirë, moj, dakord, se unë kështu jam i hapur, po fëmijët si do t'i thurni me atë qupën, se... Me sa di unë akoma me metodën e vjetër bëhen. Pa marë, doktor. Më ke që kuptove, mëre? Thjesht po thusha që më pëlqenë fëmija e parë ta kem vojzë dhe jo djallë. O, më raftë të pika mua që të keq kuptohet. Pa pra, si... Hajt tash, si bëhet me pas vojzë? E, tash i si bëhet, kjo pus ka plan, moj bi. Po, se edhe kur los kazino, vetëm levën ke në dorë. Se qa del pasaj 5 kumla, 5 pjeshka, 5 banane, asaj si djetë. Po ti mos umë ko me mua, nise me atë djalin që ke gjetur. Në rregull, hajtë miru pafshim. Ore, mos jam shumë i vjetur unë dhe më pëlqenj këto gjëra, apo mirë jam? Urdhro. Doktor, si kalove? Mirë faleminderit, mërbi. Shiko, doktor, unë e kam mundësin të ushqem shumë mirë. Po, Pyetja ime është, a të ndikon në seks nëse ushqesh mirë, se unë ha që të dua, ma kupton pyetjen? o ty të bëftë mirë njërë. Po, ke dëgjuar ti që po ta është mirë të rritet këmba, apo dora, apo ke dëgjuar ti që po të urinosh në det rritet nivelit detit. Qa do bësh do lasha, jo, si e vendos? Po i goqër, ore këta ka shkalluar, o këta i shkallon interneti më duket mërqë. Urdhro, Alo, doktor, urdhro, doktor, urdhro. sho ëndra erotike natën. O lumë si ti. O doktor, si lumë si unë nuk kaloj mirë, si bëhet? Edhe njerë se s'mora vesh. Nuk kaloj mirë, si bëhet? Në ëndër. Tashi, s'dish të thomë, o birë, unë në kohën time shikoja gjellë pasanikësh në ndër. Iko vla lëmre atë, ti shikon edhe kalon keq, iko lëmre atë, shiko. Po shjam bërkshu këta more, urdhro. Hi, doktor. Jam Elisabeta dhe punoj këtu në Tirana një OJF, you know? Thank you. Më pëlqen emisioni juaj se është njësoj si në Amerikë. Njerëzit informohen, you know? Thank you. Dua të pyes diçka, doktor. Pyet, qatë duesh? Pse meshkujt shqiptar janë kaq të mirë dhe të mërshëm në krevat? Po, thank you, po. E di qa më kujtove tani, moj bi. Më kujtove rinin time. Në 57 pa u prishur me Rusi. E Katjushka. Katjushka, malinka moja, radujaka, malinka moja, malinka moja. Alo, doktor. Katjushka! No, jam Elisabeta. Elisabeta, ha, moj bi. Po
përgjigje. Se shqiptarët e të mërshëm, Se janë kaq të mërshëm me shkët shqiptar në krevat. janë të mirë, e di, moj bi, e di. Po, kemi që fukarej, moj bi. E të vetëm lodër që patëm, me atë lozëm. E ty të falemderit njërë që more dhe që je në Shqipëri e që në ndihmoni, të falenderoj nga thellësia e zëmës. Jo, mirë, avash, në rregull, dhe moru vesh. Një këshillo u jap Xhaxhaj. Mos e ngatroni seksi me politikë, se do vi një moment që do merreni vetëm me politikë. Natën e mirë dhe mirëmbrëma në emisionin tjetër.